Përpara se të mbyllësh valixhen dhe të nisesh për në aeroport, ka diçka që autoritetet nuk po të thonë. Që nga data e parë e janarit të vitit 2026, posedimi i një pasaporte të vlefshme nuk është më garanci që mund të kalosh kufirin. Ka një gabim të padukshëm, një grack teknike në çipin e dokumentit tënd që ka lënë mijëra udhëtar të bllokuar në portat e ngjitjes, duke humbur mijëra dollar në një hap dhe një mbyllje syri. Sot nuk do të flasim për procedura të zakonshme, por do të zbulojmë një listë me 9 rregulla të pamëshirshme që sapo kanë hyrë në fuqi dhe që mund të anulojnë pushimet e tua sot, nëse nuk bëni këtë rregullim. Le të fillojmë. Rregulla numër 9, diktatura e fajlave konsekutive dëhre fundin e hapësirës. Shumë udhëtar të përvojshëm e trajtojnë pasaportën e tyre si thesare, por ka një detaj teknik që po shkakton probleme në aeroportet ndërkombëtare. Që nga viti 2026, vende si Italia, Vietnami, Islanda dhe pjesa më e madhe e Afrikës kanë standardizuar një kërkesë që më parë ishte diskrecionale, detyrimi për të pasur 2 faqe plotësisht të bardha dhe që janë pasardhëse. Çfarë do të thotë kjo? Nuk mjafton të kesh hapësira të lira në pjesë të ndryshme të pasaportës. Tani, agjentët e migracionit janë urdhëruar të kërkojnë 2 faqe që janë ballë për ballë, si një libër i hapur. Kjo ka të bëjë me faktin që vizat elektronike të reja dhe vullat e sigurisë të vitit 2026 zënë shumë më tepër hapësirë dhe kërkojnë një sipërfaqe të sheshtë dhe të pandërprerë për t'u skanuar nga makinat që lexojnë karaktere optik. Nëse pasaporta jote ka vulla të shpërndara që ndërpresin vazhdimsinë e faqeve, mund të refuzohesh përpara se të hipësh në avion. Kompanitë ajrore po ndëshkohen me shuma që kalojnë $5.000 për çdo pasagjer që dërgojnë në një destinacion pa përmbushur këtë kërkesë, kështu që agjentët e stacionit janë bërë shumë të rreptë. Këshilla ime është që nëse të mbeten më pak se 4 faqe të lira, mos rreziko dhe bëj rinovimin e menjëhershëm, edhe nëse pasaporta jote ka ende 5 vjet jetëgjatësi. Rregulla numër 8, qipi elektronik dëhre antena e padukshme. Pasaporta jote nuk është vetëm letër dhe boj, ajo është një pajisje elektronike e sofistikuar. Brenda kapakut të pasëm ndodhet një microchip dhe një antenë radio frequency. Problemi është që me kalimin e viteve, shumë udhëtar kanë krijuar zakonin që ta mbajnë pasaportën në xhepin e pasëm të pantallonave ose në ndarje të ngushta të çantave të tyre. Që nga janari i vitit 2026, hyrja në vendet e Bashkimit Evropian dhe një pjesë të madhe të Azisë do të menaxhohet pothuajse ekskluzivisht nga dyert elektronike, ose siç quhen, dyerte. Nëse antena e brendshme e pasaportës ka një mikroçarje për shkak të përkuljes, makina nuk do të mund të lexojë të dhënat biometrike të tua. Për sistemin, një çip që nuk lexon do të thotë një pasaportë të falsifikuar ose të dëmtuar. Kemi parë raste të njerëzve 70 vjeçar që e mbajnë pasaportën me mbështjellës lëkure, por fakti që e kanë shtypur atë kundër një sipërfaqeje të palvizshme ka bërë që dokumenti të bëhet i pavlefshëm. Rregulla e artë për vitin 2026 është: kur mos e përkul pasaportën dhe, nëse mundesh, investo në një mbajtëse të fortë që ta mbajë larg çdo lloj përkuljeje. Rregulla numër 7, sistemi i hyrjes dëhre daljes biometrike. Europa ka ndryshuar përfundimisht rregullat. Që nga vitin 2026, vula tradicionale e bojës në pasaport do të kalojë në histori në hapësirën Schengen. Në vend të saj, është zbatuar sistemi i hyrjes dhe daljes. Ky sistem do të regjistrojë emrin tënd, llojin e dokumentit, gishta dhe pamjen tënde të fytyrës si një detyrim. Për udhëtarët mbi 60 vjeç, kjo mund të krijojë sfida teknike. Pikat digjitale ndonjëherë kanë vështirësi të lexojnë gishta nëse lëkura është shumë e thatë, ose nëse udhëtari ka një gjendje si artriti që i pengon të vendosë duarën në pozitat e duhura. Ajo që askush nuk të thotë është se, nëse kiosku dështon 3 herë, sistemi lëshon një alarm sigurie. Për ta shmangur këtë, duhet të afrohesh te stafi i asistencës dhe të shpallësh çdo vështirësi fizike përpara se të provosh të përdorësh makinën. Ky sistem do të ndjek me precizitet të lartë ditët që kalon brenda Evropës. Nëse kalon edhe vetëm 1 orë më shumë se kufiri i 90 ditëve, sistemi do të vendosë një ndalim hyrje automatik për 3 vitet e ardhshme. Rregulla numër 6, autorizimi elektronik. Nëse mendove se, si qytetari një vendi që nuk kërkon vizë për Evropë, ishe i lirë nga procedurat, mendohu edhe një herë.
Në fund të vitit 2026, do të hyjë në fuqi një autorizim i ri udhëtimi ETIAS. Ky është një leje udhëtimi që lidhet elektronikisht me pasaportën tënde. Ja gracka për të moshuarit. Shumë persona mbështeten te agjencitë e udhëtimit ose tek familjarët për të kryer këtë procedurë, por leja është personale dhe e paçmuar. Nëse rinovon pasaportën për ndonjë arsye, si humbje apo dëmtim, autorizimi bëhet automatikisht i pavlefshëm, edhe nëse ka ende vite vlefshmërie. Është e rëndësishme që numri i pasaportës në autorizimin tënd të përputhet saktësisht me atë që ke në dorë kur të hipësh në avion. Pra, mos e lër për javën e fundit. Rregulla numër 4, standardet e identifikimit real. Për ata që udhëtojnë brenda shtetit, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, panorama ndryshon radikalisht në vitin 2026. Afati për përdorimin e licencave të zakonshme të drejtimit ka mbaruar. Nëse identifikimi yt nuk ka shenjën e yllit të artë që tregon se është standardi i identifikimit real, sigurimi i transportit, i njohur si TSA, do të ndalojë të kalosh nëpër kontrollin e sigurisë. Shumë të moshuar mendojnë se, pasi nuk udhëtojnë jashtë vendit, nuk kanë nevojë për pasaport. Por realiteti është se, nëse licenca juaj nuk është nga lloji realit, pasaporta bëhet dokumenti i vetëm i vlefshëm, edhe për një fluturim 30 minutash mes shtetesh. Mos e rreziko të kalosh në një proces verifikimi të identitetit që mund të zgjas orë dhe mund të bëjë të humbësh fluturimin. Rregulla numër 3, deklarata proaktive e medikamenteve lëngshme. Të udhëtosh me medikamente është një nevojë për shumë nga ne, por rregullat e sigurisë të vitit 2026 kanë eliminuar shumë nga toleranca që ekzistonte më parë. Rregulla e lëngjeve deri në 100 ml mbetet në fuqi, por ekziston një përjashtim për medikamentet. Gabimi që bëjnë shumë është të ruajnë medikamentet lëngshme në bagazhin e duarve dhe të presin që skaneri t'i zbulojë. Që nga tani, nëse merr insulina, sirupa apo suplemente ushqimore lëngshme që kalojnë kufirin, duhet t'i deklarosh me gojë përpara se bagazhi të kalojë përmes rrezeve gjë, duhet të thuash qartë, kam lëngje medicinale që duhet të deklarohen. Nëse nuk e bën këtë dhe agjenti i gjen, mund të konfiskohen në ndyshimin se ke tentuar t'i fshehësh. Për më tepër, është e detyrueshme të kesh recetën mjekësore origjinale, ku emri i pacientit të përputhet saktësisht me emrin në pasaport. Mos i hedh medikamentet në shishe më të vogla pa etiketë. Kjo është një arsye për ndalim dhe analizë kimike në pikën e kontrollit, gjë që do të bëjë të humbësh shumë kohë. Rregulla numër 2, njohja e fytyrës DHR ndërfaqe të fiziologjik. Teknologjia e njohjes së fytyrës në vitin 2026 është jashtëzakonisht e saktë, por ka një pikë të dobët, ndryshimet drastike në pamje. Me kalimin e viteve, ose pas operacioneve mjekësore, humbjes së peshës së madhe ose trajtimeve estetike, struktura jonë e fytyrës mund të ndryshojë. Kamerat e aeroporteve krahasojnë pikë të caktuara të fytyrës tënde me fotografinë që ndodhet në çipin e pasaportës. Nëse algoritmi përcakton se përqindja e përputhjes është më e ulët se 80%, sistemi do të bllokojë kalimin. Nëse fotoja e pasaportës tënde ka 8 ose 9 vjet dhe dukesh shumë ndryshe, mund të hasësh probleme me dyert elektronike të reja. Edhe pse pasaporta nuk ka skaduar, nëse pamja jote ka ndryshuar, është më mirë të bësh një pasaport të re me një foto të përditësuar. Kjo është një mas paraprake që shumë njerëz nuk e marrin parasysh, por që në vitin 2026 do të jetë thelbësore, pasi kontrolli njerëzor po zëvendësohet me makina që nuk kanë asnjë kriter apo sens të zakonshëm. Rregulla numër 1, prohibicioni i pasaportave të rikuadruara DHR të rreme. Duket si një e vërtetë e thjeshtë, por numri i njerëzve që përpiqen të udhëtojnë me pasaporta që kanë disi të shkëputur apo një faqe me një copës të vogël është i habitshëm. Në vitin 2026, çdo shenjë të manipulimit fizik në pasaport do të çojë në anulimin e menjëhershëm të saj. Edhe nëse uji ka rënë dhe faqet janë paksa të valëzuara, ose nëse një fëmijë ka lënë një shenjë të vogël me stilo laps në një faqe të zbrazët, pasaporta konsiderohet e komprometuar. Agjentët e sigurisë janë të trajnuar për të zbuluar pasaportat e manipuluara, ku njerëzit përpiqen të riparojnë faqet. Nëse pasaporta jote nuk është në kushte perfekte, mos u mundohuni të udhëtoni me të. Siguria ndërkombëtare është në alarm të lartë për përdorimin e dokumenteve të modifikuara, dhe një njollë e vogël kafe mund të interpretohet si një tentativë për të fshehur informacion. Ky ishte gjithçka.
Nëse mendon se kjo informacion është e vlefshme dhe dëshiron të jesh në dieni të më shumë azhurnimeve mbi sigurinë dhe udhëtimet për njerëzit me përvojë, mund të shqyrtosh të abonohesh dhe të aktivizosh kampanën. Siguria jote në fluturimin e ardhshëm është kënaqësia jonë më e madhe. Do të takohemi në videon tjetër.